Humbje e madhe. Lutja e Ibrahimit mori xhevap edhe në Mekë, mbërrinin vazhdimisht dhurata të pasura nga haxhinjtë që vinin të vizitonin shtëpinë e shenjtë në numra gjithnjë më të mëdhej, nga të gjitha pjesat e Arabisë dhe Mexher. Haxhi i madh bëhej një herë në vit, por Qabja mund të nderohej kurdo edhe me haxh të vogël. E këto rite vazhduan të kryeshin me zjarre dhe devotshmëri, sipas rregullave që kishin vendosur Ibrahimi e Ismaili a.s. Edhe pasardhësit e Ishakut e nderonin Qaben, si tempull i ngritur nga Ibrahimi. Për ta ajo mbetej një nga faltoret e largëta të Zotit. Por me kalimin e shekujve, dëlirësia e adhurimit të Zotit filloi të ndodej. Pasardhësit e Ismailit u bën tepër të shumt për të jetuar të gjithë në luginën e Mekës, ndërsa ata që shkuan të vendoseshin në Gjetiu, morën me vete gur nga vendi i shenjtë dhe kryenin rite për nder të tyre. Më vonë, në ndikimin e fisëve pagane fësinje, gurve ju shtuan idhuj, e më në fund, pelegrinët nisën të sillnin idhuj në Mekë. Ata ishin vendosur pranë Qabes dhe pikërisht atëherë hebrejt reshtën së vizituari tempullin e Ibrahimit. Idhujtarët pretendonin se idhujt ishin fuqi që vepronin si ndërmjetës midis Zotit dhe njerëzve. Për rrjedhoj të qasurit e tyre, Zotit u bë gjithnjëherë më pak i drejtë për drejtë, dhe sa më i largët dukej ai, aq më e zbehtë u bë ndjesia e tyre për realitetin e ahiretit. Gjersa shumë prej tyre reshtën së besuari në jetën pas vdekjes. Mirë po në mesin e tyre, për ata që mund të interpretonin, ishte një shenjë e qartë se ishin larguar nga vërteta. Ata nuk kishin më qasje ndaj pusit të Zemzemit, të cilit madje kishin harruar vendodhjen. Gjurhumët e ardhur nga Jemeni ishin përgjegjësit e drejtë për drejtë. Ata ishin vënë nën kontroll të Mekës dhe pasardhësit e Ibrahimit e kishin toleruar këtë, sepse gruaja e dytë e Ismailit ishte me fis nga Gjurhumët. Mirë po erdhi një kohë që Gjurhumët nisën të kryenin çdo lloj zullumi, për çka më në fund u përzun dhe para se të iknin. Ata e mbuluan pusin e Zemzemit, padyshim ata vepruan kështu për hakmarrje, por mundet që dhe të kenë shpresuar të kthehen e të pasuruan prej tij, sepse e kishin mbushur me një pjesë të thesarit të faltores, ofrime të haxhinjve që ishin akumuluar në Qabe ndër vite dhe mbuluan atë me erë. Vendi tyre, si të zotët e Mekës, u morën nga Uzajet, një fis arab që rridhte nga Ismaili, i cili kishte mërguar në Yemen për të kthyer më pas Kahveriu. Mirë po Uzajet nuk bën asnjë përpjekje për t'i gjetur ujërat që i ishin dhënë mrekullisht paradhësit të tyre, që nga koha e tij në Mekë ishin shkuar puset e tjera. Dhurata e Zotit nuk ishte më diçka e domosdoshme dhe pusi i shenjtë u bë një kujtim gjysmë i harruar. Kësaj Uzajet ndan fajin e Gjurhumëve, ata kishin edhe fajet e tjera. Gjatë kthimit nga një udhëtim në Siri, një pris i tyre u kishte kërkuar Moabitëve t'i jepnin një nga idhujt e tyre. Ata i dhanë Hubelin, të cilin ai e solli në harem, duke vendosur brenda vet Qabës, dhe u bë idhulli kryesor i Mekës.